Sa përket emrave është edhe kjo një tjetër me emra tradicional që vendosin shqiptarët musliman, që nuk është punë e jotja pse ka vendosur emër të tillë, por sërish bëhet fjalë për standard të dyfish, sepse kohëve të fundit fillimisht bëhet fjalë për standard të dyfish, se nuk është se themi shqiptarët e feve tjera kanë emra autokton shqip. Po, edhe emrat që origjinën e kanë nga Bibla, ato janë emra grek, janë emra hebraik, janë emra aramaik. Me emrin tem shpesh mbullizojnë rrjetet sociale. Se unë kam emrin Sunullah, që i vjen shqip krijesa e Allahut. Edhe ti kanë Taliban, ti pse kësi emri? Falbe, hajtë shkojnë në komunë të ndrojve, se ti duhet me të vetë, unë çfarë emri ka. Pikërisht, nuk jenë ndonjë autoritet që jenë pozitë dika ta fysh, që tash të bëjnë një ndryshim për qefin tënd. Por sërish është një shkelje e dinjitetit njerëzor. Pastaj është edhe një fyrje e të parëve tanë që nuk jetojnë, që kanë pas emra të tillë. Dhe është mos respekt, ja them, nëse këtë e bën nga ajo këto që kanë në shpërputhje me identitetin shqiptar, kemi një grumbull personash me emra tradicional musliman, të cilët kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për Shqipërinë. E kemi rastin e Oso Kukës, që emrin e ka Betullah, emër tepër tradicional arab e musliman, dhe që e kanë prut kufirin e Shqipërisë kundër malazezëve dhe nuk e ka lëshuar kullën gjallë. E ka edhe shumë raste tjera që persona me emra të tillë kanë bërë shmos për Shqipërinë. Dhe tash, nëse këtë përqesh që e ke nga i motivacion, është mos respekt i madh ndaj personave të tillë.